Të dielën e 30 marsit, kthehet ora verore, krepat shkojnë 60 minuta përpara. Në natën mes të shtunës dhe të dielës, në 30 mars 2025, akrepat e orës do të kalojnë 60 minuta përpara, duke shënuar kalimin në orën verore. Kjo do të ndodhë në orën 2 të mëngjesit të së dielës, kur akrepat do të zhvendosen në 3, duke filluar periudhën e kursimit të energjisë. Ky sistem i njohur si orari veror ka filluar të aplikohet për herë të parë gjatë luftës së parë botërore dhe është përdorur gjerësisht që nga viti 1972 me qëllimin e fillimit për kursimin e energjisë. Megjithatë, me avancimin e teknologjisë, qëllimi origjinal i tij është bërë më pak i efektshëm, pasi zgjatja e ditës ka çuar në përdorimin më të madh të ajrit të kondicionuar, duke krijuar një efekt bumerang që mund të sjellë më shumë shpenzime energjie. Sipas ekspertëve, ky ndryshim i orës mund të ketë efekte negative për shëndetin. Beth Ann Mallow, profesoresh e neurologjisë dhe pediatrisë në Universitetin e Vanderbilt, shpjegon se pas kalimit në orën verore, individët mund të përjetojnë simptoma si lodhje gjatë ditës, irritim, performancë të ulur mendore dhe fizike, çrregullime të urisë dhe rritje të mundësisë për sulme në zemër, goditje, migren, dhimbje koke, shtim të peshës dhe më shumë aksidente trafiku. Një orë humbje gjumi mund të duket e vogël, por ka një ndikim të madh në trup. Sipas kërkimeve nga Akademia Amerikane e Mjekësisë së Gjumit, 55% e të rriturve ndihen të lodhur pas kalimit në orën verore. Ky ndryshim ka një ndikim të drejtë në prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon ciklin e gjumit dhe zimit, duke e vonuar prodhimin e tij për shkak të ekspozimit të shtuar ndaj dritës.